Të nderuar antar të Asamblesë Kombëtare, Partia Socialiste, në ndërtimin e Edi Ramës, vjen sot në vitin e saj të 35, më e fortë se kurrë, më fituese se kurrë dhe më organizuar se asnjëherë më parë. Jemi mbledhur sot, në më pak se një vit, pas rikonfirmimit nga vota e qytetarëve shqiptar, për herë të katërt si forcë qeverisëse e vendit. Dhe kjo e bën këto mbledhje të Asamblesë Kombëtare, jo vetëm një mbledhje analizë dhe rezultate, por një takim vlerësues për momentin jashtëzakonisht të rëndësishëm politik në të cilën ne ndodhemi. Çdo antar i këtij forumi, por dhe çdo socialist i thjesht, antar apo mbështetës i Partisë Socialiste, do duhet të jetë krenar që është pjesë e fitores së mandatit 4 të qeverisës. Sepse fitoria jonë nuk është një fitore e zakonshme, por një provë besimi e jashtëzakonshme. Është një mesazh i qartë se shumica e shqiptarëve kanë zgjedhur stabilitetin, seriozitetin e qeverisës dhe drejtimin politik të vendit nga Edi Rama dhe Partia Socialiste. Por pikërisht, sepse është mandati 4, kjo kërkon më shumë përgjegjësi. Një parti që fiton 4 herë radhazi nuk mund të cilës një parti që fiton për herë të parë. Duhet të jetë më e fortë, më e qartë, më e organizuar, por natyrisht shumë më tepër kërkuese ka si vetes saj. Ky prezantim fillon me një vërtet fare të thjeshtë. Partia Socialiste ka marrë një fitore të plotë, nuk ka marrë një fitore të rastësishme, dhe as të ngushtë, dhe as të përkohshme. Me 53.3% të votës kombëtare, mbi 32.327.000 vota diferencë ndaj kundërshtarit kryesor, me shumicën e votave të vlefshme në diasporë, me 83 mandate, ne vim sot si forca me një mandat plot qeverisës dhe legjitimitet të gjerë kombëtar. Rezultati kombëtar i vitit 2025. 855.831 vota për Partinë Socialiste. Nuk është vetëm një rezultat matematikor. Është një kontratë e rinovuar mes Partisë Socialiste dhe shumicës shqiptarëve. Diferenca me mbi 327.000 vota me kundërshtarin tonë kryesor nuk është vetëm një diferencë e thellë elektorale. Është një diferencë politike, është një diferencë besimi, është diferencë serioziteti në drejtimin e Shqipërisë. Dhe pjesëmarrja kombëtare duhet lexuar politikisht. Në një garë me pjesëmarrje 44.8%, Partia Socialiste jo vetëm ruan bërthamën e saj elektorale, por e kthen atë në shumicë qartë qeverisë. Kjo tregon se Partia Socialiste është forca më e qëndrueshme në vend, forca që di ta kthejë riorganizimin në vot, forca që votën e kthen në mandat të fortë qeverisës. Dhe fakti që diaspora i jep Partisë Socialiste 61.1% të votës vlefshme jashtë vendit e bën këtë fitore dhe më të fortë politikisht. Krahasimi me 2021-shin. Postoja forcohet, opozita dobësohet. Krahasimi me vitin 2021 është provë fortë e cilësisë së fitores sonë. Brenda vendit, Partia Socialiste rritet nga 48.7% në 53%. Pra jo vetëm fiton, por zgjeron peshën e saj politike. Ndërkohë opozita bie dhe largohet nga shumica e qytetarëve. Kjo do të thotë se ne nuk kemi fituar sepse ata kanë rënë. Kemi fituar se kemi ditur që ndrojmë bashkuar, të riorganizohemi dhe të flasim më qartë me qytetarët. Kjo lidhet drejt për drejt dhe me punën e madhe të këtij forumi, që ka të bëjë me riorganizimin e partisë. Një proces i cili u zhvillua gjërësisht gjatë vitit 23-24 dhe që solli një shtim shumë të rëndësishëm antarësie në Partinë Socialiste, por shoh edhe përmirësim të treguesve të saj
brenda antarësisë Partisë Socialiste. Numri trimëve u rrit nga 11.315 gjatë procesit të rienergjizimit në 23.167, pra nga 12% e antarësisë në 25%. Numri shoqeve pati një rritje shumë të rëndësishme nga 21.114 në 33.462 shoqe kemi sot në antarësinë aktive të Partisë Socialiste, duke rritur këtë përqindje nga 26% në 34%. Pra dëshmi e qartë se vetëm në pak muaj riorganizim, ja dolëm të përmirësojmë ndjeshëm treguesët, për një dëshmi po ashtu kritike, një punë që duhet ishte bërë në afat gjatë dhe gjatë gjithë funksionimit të jetës sonë politike, e zhvilluar në periudhë shumë pranë zgjedhjeve, mbasi nuk ja doli të arrinte atë rezultat që mund të kishte në rast se përpjekjet do të ishin bërë shumë më tepër dhe shumë më gjatë në kohë. Gjeografia e përgjithshme, ku Partia Socialiste fiton thellë. Kur kalojmë te qarqet, bëhet e qartë se kjo fitore nuk është lokale, edhe nuk është as episodike. Kjo fitore ka një shtrirë të madhe kombëtare. 5 qarqe kalojnë mbi 60%. Fieri, Gjirokastra, Elbasani, Berate dhe Vlora në një fitore të fortë në këto qarqe. Fieri del si qarku më i fortë, por dhe shumica e qarqeve javë një mesazh qartë stabiliteti politik për Partinë Socialiste. Kjo do të thotë se në këto qarqe Partia Socialiste nuk është vetëm forcë e parë, është forca që organizon terrenin, ritmin politik dhe pritshmërinë qytetare. Tirana është rezervuari më i madh i votës sonë. Kjo e bën Tiranën edhe sfidën më të madhe, por natyrisht dhe mundësinë më të madhe. Ndërsa Lezhë thjesht për pak vota nuk ja doli të ishte qark fitues, e ndërsa Kuksi dhe Shkodra mbeten territori ku betejë vazhdon. Pra fitoria nuk ka ardhur, nderuar miq, vetëm në qarqet tradicionale, por ka një shtrirje në të gjithë territorin. Ndryshimi ndaj 2021-shit. Metoda krahasimore është thelbësore për një parti politike dhe për strategjinë e saj elektorale. Në krahasim me vitin 2021, kemi të pasur disa pika shumë të rëndësishme që ja vlen të ndalemi. Dibra fiton me 11.5% më shumë se sa në 2021. Fieri me 10.1%. Shkodra 9.6% më shumë se sa 2021. Gjirokastra me 8% dhe kështu qarqet vazhdojnë, pothuajse të gjitha në tendencë rritje. Kjo është shumë e rëndësishme, përveç se veçanërisht në Shkodër, sepse Shkodra mbetet qarku konkurrues dhe ritmi i rritjes tregon se aty balanca po lëviz dhe po shkon drejt pozitives. Matrica e qarqeve. Matrica e qarqeve na ndihmon të kuptojmë një të vërtet shumë themelore për garën e vitit 2025. Nuk mjafton të jesh i fortë, por duhet të jesh edhe në progres rritje për të rritur qëndrueshmërinë dhe avantazhin e fitores. Qarqet shëndetshme politike janë ato ku bashkohet rezultati i lartë dhe dinamika pozitive. Pikërisht tu hyn Fieri, Elbasani, Gjirokastra dhe Dibra. Janë qarqet konsoliduara, ku pse ajo vetëm fiton, por fitoria edhe zgjerohet. Pra matrica tregon kush janë qarqet që janë mbi 50%, edhe këtu kemi 10 nga 12 qarqet mbi 50% fitore, edhe raportin me 2021. Pra sa është rritja, niveli 0 është 2021. Pra në shumicën e qarqeve kemi një fitore shumë më të thellë se sa viti 2021. Shkodra dhe Lezhë janë qarqe ku kemi lëvizje të fortë politike dhe përsi për sa i përket rritjes, por do të thotë që kemi hyrë në një territor ku mund të kalojmë edhe me konkurrencë më të mirë në avantazh. Vlora, Berati, Korça dhe Durrësi mbeten të forta, por me një ritëm të matur. Tirana dhe Kuksi janë qarqe që kërkojnë padyshim një mesazh më të qartë për sa i përket garës së ardhshme elektorale. Hym më thellë te matrica e bashkive. Në nivel bashkie, analiza merr kuptim më operacional, sepse zgjedhjet nuk fitohen vetëm me mesatare qarku.
fitohen me bashki konkrete, me terrene konkrete dhe me organizata konkrete. Këtu dallohen qartë bashkitë e konsoliduar, ku PS-ja ka bazë dhe ritëm, bashkitë në ofensiv, ku ka lëvizje pozitive dhe duhet përkthyer në përsit plot, bashkitë ku kemi dominimin ton, por që kemi një stabilitet, natyrisht bashkitë ku fitoria jonë me drejtuesët tanë, përfaqësues të Partisë Socialiste, ka ndikuar qartazi për rivlerësim të gjithë situatës politike, ku Shkodra, po të shikosh edhe në tabel, përfaqëson një nga ato simbolet e ndryshimit edhe të qasjes për sa i përket elektoralit. Siç kemi po ashtu në tabelën që paraqitet, edhe problematika në bashki ku për gabimet tona minore në zgjedhjet e fundit lokale, humbja një bashkie si Kavajës na dëmton në rezultatin e gjithë qartë. Mikroterritori. Ne kemi bërë një analizë pak më detajuar, duke studiuar zonat caktuar elektorale ose grupimet të qendrave të votimit, ku politika bëhet edhe më konkrete, sepse aty përcaktohet natyrisht shumë qartë dhe rezultati. Dhe po të shikosh në qarqe që në tabel ne si kemi të qarqet fituese, por rritja për shumë rrethinat në Shkodër, në Mamuras, në Lushnjë, në Peshkopi, tregojnë se aty ku organizata ka punuar me durim dhe qartësi, PS-ja ka ditur të thejë punën në avantazh thellë elektoral. Ndërkohë Kavaja, Kodër Tumana, Fushkruja, Farka dhe industria administrative në Tiranë janë sinjale që kërkojnë reagim. Kontrolli i territorit apo qendrat e votimit. Këtu të nderuar antarë të asamblesë, kemi një nga mesazhet më të forta politike të kësaj analize. Sepse këtu nuk matet thjesht përqindja e fitores. Këtu matet kontrolli real i territorit. Dhe Partia Socialiste del forcë e parë në 4.116 qendra votimi, nga 5.292 qendra votimi, pra në plot 77.8%, pra pothuajse 80% territorit, ne jemi forcë fituese. Ky është një tregues i qartë se fitoria jonë nuk është e përqendruar në disa ishuj lokal, po është kapitale, është fitore e shtrirë, është fitore e rrënjosur. Dhe kur parti fiton kaq shumë qendra votimi, kjo do të thotë se ajo ka një organizat fort, ka njerëz, ka lidhje me territorin dhe ka besim real në të gjithë vendin. Fjeri, Elbasani, Vlora dalin me kontrollin më të lartë qendra votimit, ndërsa Kuksa, Lezhë dhe Shkodra kanë ende punë ku duhet shtuar intensiteti politik dhe organizativ. Tirana, qark i fituar, por ende jo në maksimumin e saj fitores. Tirana kërkon një trajtim të veçantë, sepse Tirana është padyshim jo vetëm një qark, është qendra politike, sociale dhe administrative e vendit. Me 28.3% dhe afro 230.000 vota, ne kemi fituar Tiranën, por nuk kemi rindur akoma maksimumin ton, dhe këtu flas për të gjithë qarkun e Tiranës, që ta kemi në plot në analizën tonë. Ka disa njësi që dhe shprehen edhe në tabelën përkatëse, ku fitoria është e merituar maksimale, dhe brenda po të njëjtës njësi administrative, ka dhe njësi cilat e çojnë kaon në kraun tjetër. Tani te kjo analiza që i bëhet Tiranës, padyshim, duke gjykuar fort nga pjesëmarrja, por dhe nga rezultati i Tiranës urbane, por dhe nga të gjithë qendrat urbane të Shqipërisë, besoj fort se ka ardhur koha për një rivlerësim total të njohjes listës nga strukturat e Partisë Socialiste. Kur përmjet teknologjive të reja, padyshim inteligjencës artificiale, ne mund të japim mundësi që të gjithë bashku, duke bashkuar punën e administratës lokale dhe të partisë në terren, kemi një njohje më të plot lista. Është e pafalshme se kemi pasur këto kur kemi qenë në opozitë, që jo vetëm qendër Tiranës, po pse jo edhe në qendër të Peshkopisë, apo të Vlorës, apo të Beratit, apo të Elbasanit, Shkodrës apo Lezhës, të kemi akoma një pjesë të listës që është e panjohur për strukturat tona. E kemi bërë kur kemi qenë në opozitë, kjo asamble ka diskutuar vitet 2007-2013,
kemi punuar për njohjen e plot listë. Sot që kemi teknologji, duhet kemi një strukturë që ta absorbojë shumë më tepër njohjen e terrenit dhe listës përkatëse. Diaspora sipas qarqeve. Diaspora nuk është një element dytësor. Ajo është pjesë organike e rezultatit tonë politik. Gati 200.000 votat vlefshën diasporë dhe 61.1% e votë për PS-n tregojnë se shqiptarët jashtë vendit e ka lexuar Partinë Socialiste si forcën më të qëndrueshme dhe më përfaqësuese për të ardhmen e vendit. Fitoria në diasporë është i treguar si jashtëzakonshëm dhe i rëndësisë madhe organizative të strukturës sonë. Padyshim, lidhja e strukturës sonë lokale me familjarët tanë, me mbështetësit tanë diasporë, solli atë punë të madhe në regjistrimin dhe më pastaj në votën majoritare të diasporës për Partinë Socialiste. Mesazhi politik që na vjen nga kjo analizë. Nëse e përmbledhim të gjithë të analizë me një fjalë të vetme, mund të themi fort se Partia Socialiste ka fituar qartë, ka fituar gjerësisht dhe ka fituar në bazë reale territoriale. Por kjo fitore na detyron të mendojmë edhe më thellë dhe të punojmë edhe më shumë. Ky është rezultati politikave tona qeverisë dhe drejtimit të votit nga Edi Rama. Por nga pikpamja organizative, padyshim është e lidhur edhe me 3 produkte të elementeve tonë strukturore. Për thama jonë e qëndrueshme elektorale, zgjerimi e përgjithshëm ndaj opozitës dhe pesha e fortë e diasporës. Organizimi paszgjedhor është padyshim pjesë e punës së asamblesë sonë. Dhe pikërisht, sepse kjo fitore na jep këtë përgjegjësi të madhe, hapi i radhës për Partinë Socialiste është ta kthejë suksesin elektoral në forcë më të madhe organizative, në përputhje me statutin tonë të partisë. Pas zgjedhjeve parlamentare, vjen dhe momenti i zgjedhjeve në strukturat tona të vendore të partisë, me fokus të qartë te konsolidimi i organizatës sonë socialiste në çdo qendër votimi, zgjerimi i antarësisë për zgjedhja më cilësore e drejtuesve vendor dhe ngritja dhe riorganizimi i strukturave të partisë në terren, strukturave tona lokale dhe padyshim strukturave tona në diasporë dhe krijimi i degëve për cilën drejtuesi politik i diasporës Taulani do të flasim më poshtë. Kjo do të bëhet me një punë të detajuar të Asamblesë Kombëtare. Të gjithë anëtarët e Asamblesë Kombëtare do të shpërndahen në përgjithë organizatat socialiste nga periudha në vazhdim nga sot deri në 12 qershor, kur kemi edhe festën e 35 vjetore të partisë. Do të ndjekim, detyrat do të jenë ndjekja dhe raportimi i proceseve zgjedhore në çdo organizat nëpërmjet sistemit tonë tashmë të konsoliduar online digital të Partisë Socialiste. Zgjedhja e strukturave vendore të partisë do të zhvillohet në periudhën kohore, pra nga 21 marsi deri në 30 qershor, dhe kjo periudhë do të jetë ndarë në disa segmente. Nga sot deri në 16 prill do jetë njohja dhe analiza e çdo organizate. Nga 16 prill në 13 maj do të mbahen zgjedhjet në organizatat socialiste. Nga 16 maj në 12 qershor do të mbahen zgjedhjet e kryetarëve të partisë në bashki. Dhe mbas 12 qershorit deri në 30 qershor do të bëhet konstituimi i organeve tona lokale. Detyra e dytë, shtimi i antarësisë me minimalisht 4 antarë të rinj, 2 shoqe dhe 2 shok në çdo organizatë socialiste, me fokus padyshim te trinjt. Do të jetë detyrë e çdo antarit të Asamblesë Kombëtare që në çdo qendër votimi të krijojë nuklet e trinjve, mbështetës jo domosdoshmërisht antar të Partisë Socialiste. Dhe do të jetë detyrë e çdo njërit për ju që të ketë një takim me 5 të rinj në çdo qendër votimi në zonat rurale dhe mbi 10 në qendrat urbane. Dhe po ashtu organizimi i takimeve me të rinjt gjatë gjithë kësaj periudhe në nivel bashkie. Nderuar miq, në prag të 35 vjetorit të Partisë Socialiste, punë e kësaj asambleje do të jetë dhe propozimi i programit posaçëm për vlerësimin e kontributorëve të saj ndër vite. Jo vetëm si një akt nderimi për themeluesit, drejtuesit, aktivistët dhe përfaqësuesit publik, por dhe si një mënyrë për dokumentuar historinë e partisë, për të forcuar kulturën organizative dhe për të ndërtuar arkivin historik të Partisë Socialiste.
Kjo da bëj pëson jo vetëm një forcë fituese në tashmen, por një forcë që ditruaj dhe të nderoj rrugtimin e saj historik. Nderuar shoqe dhe shok, bashkëtar të hershëm dhe të rinj familjes sonë politike. Partia Socialiste është forca më e madhe politike në vend. Është forca që qeverisë Shqipërinë, forca që mban stabilitetin dhe forca që ka marrë sërish besimin e shumicës shqiptarëve në lidershipin e kryeministrit dhe kryetarit tonë Edi Rama. Por pikërisht sepse kemi këtë e përsi, ne duhet jemi dhe më disiplinuar, dhe më të organizuar dhe më pranë njerëzve. Nuk na mjafton të fitojmë. Duhet fitojmë më thellë. Nuk na mjafton të qeverisim. Duhet qeverisim më mirë. Nuk na mjafton të jemi më të fortë se opozita. Duhemi të jemi më mirë për qytetarët. Dhe përgjegjësia jone është vetëm një. Më shumë disiplinë, më shumë organizim, më shumë vendosmëri për të qenë gjithmonë përpara. Sepse në drejtimin e Edi Ramës, ne kemi misionin historik, atë të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ju faleminderit. Atëherë ftoj presidiumin e asamblesë të ulem në drejtim të kësaj seance dhe po ashtu duke vazhduar me punët tona të brendshme organizative, falenderoj përfaqësuesit e mediave që ndoqën këtë punë dhe do ftoj me radhë drejtuesët politik për të dhënë një panoramë të çdo qarku në veçanti. E fillojmë prezantimin me qarkun e Elbasanit.